Yjet janë për zbukurim. Wa zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib. Allahu thotë ka hieshu qiellin e dunjas me storinë e yjeve. Janë stori, janë bukuri. Keni pa kur dal yjet në qiell, e zbukurojnë qiellin. Nuk është i mjegulluar, nuk është i zymt, por është i hap, jep disponim, tregon që qielli i hapur është edhe koha e mirë, shumë tjera që jep me kuptu stolia e qiellit përmes yjeve. Gjithashtu Allahu te bartore ka bë edhe këtë krijesë, në shërbim të krijesave që të gjejnë rrugtimin, udhën. Njerëzit janë orientuar përmes yjeve. Për shembull, veriu, jugu e kanë gjetë rrugën përmes yjeve. Dhe gjithashtu edhe kohën e kanë përcaktuar në bazë të yjeve. Për shembull, ka qenë jugu tek arabët që kur del, për shembull, kur kanë pas kontrata të caktuara për borxh apo çka do kur ka thonë kur del fillon ylli ma këtë në borxhin. E kanë ditë që këtë yll për shembull del në këtë kohë, del në atë kohë. E kështu më radh. E kanë ditë për shembull kur del ky ylli në këtë kohë është nxat ose është ftoft. Ku dimni, ku vere, e kështu më radh. Pa për orientim edhe në aspektin vendor të vendit, po në aspektin kohor. Allahu xhallahu i ka udhëzuar njerëzit me yllin. Shikoj, stoli është udhëzim dhe orientim. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu domthon me yje godet përpjekjet e shejtanëve për të manipuluar njerëzit me informata të përzira. Të rrëmbejnë lajmin e qiellit se çka do ndodh, çka do zhvillohet, e pastaj, sikur se ka në hadith, duke e mbeshur me 100 gënjeshtra, tentojnë që t'u japin lajme të këtilla magjistarëve apo falltorëve të ndryshëm që me ta bashkëpunojnë, që në bazë të kësaj të dëmtojnë apo të devijojnë njerëzit. Prandaj Allahu xhallahu e përmend, sikur se në surën Al-Mulk e kemi komentuar, që Allahu xhallahu wa rujuman lish-shayatin. Allahu xhallahu i përdor për goditje të shejtanëve. E atë që godet nuk shpëton, patjetër, nuk shpëton. I po disa i lën Allahu xhallahu që mos goditen për shkak të normal sprovës që njerëz duhet me kalu në tokë.